pjesë të komunitetit shqiptar që jeton dhe punon në Hollandë. Sot jemi mbledhur këtu për një protestë simbolike. Prej më shumë se 60 ditësh, qindra mijë shqiptar po protestojnë kundër zhvillimit dhe vendimarrjeve që sipas tyre ngrenë shqetësime serioze lidhur me korrupsionin, mbrojtjen e mjedisit të natyrës, të drejtën e pronës dhe shtetin e së drejtës në Shqipëri. Së fundmi, dhoma përfaqësuesve e Hollandës i ka drejtuar qeverisë 7 pyetje parlamentare lidhur me hetimin për një projekt resorti në Shqipëri dhe përfshirjen e mundshme të shoqërive hollandeze, strukturave të pronësisë dhe sektorit hollandez të trusteve. Ne presim me interes përgjigjen ndaj këtyre pyetjeve parlamentare. Në të njëjtën kohë, kërkojmë më shumë se një përgjigje formale apo administrative, kërkojmë gjithashtu qartësi mbi vlerat që Holanda dëshiron të mbrojë dhe të përfaqësojë në këtë çështje. Për shumë shqiptarë, Holanda përfaqëson një simbol të demokracisë, të drejtave të njeriut, transparencës dhe shtetit të së drejtës. Pikërisht për këtë arsye, përfshirja mundshme holandeze në këtë çështje po ndiqet me interes të madh. Ne nuk i kërkojmë Hollandës të ndërhyjë në çështjet të brendshme të Shqipërisë. I kërkojmë qeverisë holandeze të shqyrtojë në mënyrë kritike rolin dhe përgjegjësitë e saj. Kur kompania holandeze dhe struktura e biznesit holandez janë pjesë e projekteve që ngrenë shqetësime serioze lidhur me mbrojtjen e mjedisit të natyrës, të drejtat e pronës, transparencës dhe llogaritëdhënies demokratike, vlerësimi nuk duhet të kufizohet vetëm të pyetjet nëse këto struktura lejojnë ligjërisht. A është gjithçka që është ligjërisht e mundshme dhe pranueshme nga pikpamja shoqërore? Demokracia kërkon më shumë se thjesht respektimin e ligjeve dhe të rregullave. Ligjet dhe strukturat e biznesit nuk janë krijuar për të shërbyer shoqërisë. Ato nuk duhet të përdoren si mjet për të shmangur transparencën, llogaritëdhënien publike apo kontrollin demokratik. Prandaj i bëjmë thirrje qeverisë holandeze të përgjigjet plotësisht dhe në mënyrë transparente 7 pyetjeve parlamentare, të ofrojë transparencë të plotë mbi subjektet holandeze dhe strukturat e pronësisë të përfshira, të bashkëpunojë plotësisht me hetimet në vijim nga autoritetet kompetente shqiptare kundër korrupsionit. Kur është e nevojshme të bëjë një qendrim të qartë dhe të ndërmarrë masat e duhura, kur strukturat holandeze janë të lidhura me praktika që bien ndesh me transparencën, mbrojtjen e mjedisit, natyrës dhe parimet e shtetit të së drejtës. Shpresojmë që Holanda të tregojë se demokracia nuk ka të bëjë vetëm me respektin e rregullave, por dhe me mbrojtjen e vlerave dhe qëllimeve shoqërore mbi të cilat mbështeten këto rregullore. Presim me interes përgjigjen tuaj, me respekt një pjesë e komunitetit shqiptar në Hollandë. Faleminderit vëllezërve dhe motrave në Hollandë që po flasin dhe po ngrenë zërin çdo ditë atje për ne. Presim nga shteti holandez që patjetër të përgjigjet për kompanitë holandeze që pretendojnë të investojnë në Shqipëri në investime pa transparent dhe ku dëmtohet natyra, mjedisi dhe cënohet të drejta e pronës. Më t'jenë shumë keq që ne nuk e kemi këtë luks në Shqipëri, që këto institucionet na përgjigjen sa herë që bën investime jo transparente, sa herë që cënohen të drejtat tona për interesin e një grushti njerëzish, dhe sa herë që të drejtat tona të pronës, mbrojtjes mjedisit, cënohen. Ndaj ne thrasim fort, tërheqje! Sot është dita e 6